Dashuruar dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdhi fundi, iku dhe vajzën që e donte, sa donte jetën e praktisi sonte, vela vetëm andra që përkundi, sa shpejtu shua e rësires fundi, iku dhe ndoshta I e fshehu, diku në pyja, por I e ndesu, diku në yje dhe për gjona tje, djali që kërkoj. Nëshe diku fshet, a për qafahet, apo do të kthehet, e të pendohet djali në vetmi, vajzën e kërkoj. Si trishtuar, dikush po hecë një I dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdhi fundi, iku dhe ndoshta I e fshehu, diku në pyje, apo rije ndesu, diku në myje dhe për gjona tje, djali që kërkoj. La 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 si trishtuar, dikush po hecë një I dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdhi fundi, iku dhe Hati Gjelusi, mirë se erdhe. Edhe njerë, sa mrekulli që të kemi në studio, të lutëm. Faleminderit shumë. Je jashtë zakonshme. Po, nuk Një jetë të tërë të dëgjoj duke kënduar. Faleminderit shumë, shumë. Ullu se do flasim më pas. Faleminderit, na Mirë se erdhe edhe njerë. Mirë se gjeta, faleminderit. Ecim tutje. Që në fillim, kur anonqova një familje artistësh, vërtet janë të jashtëzakonshëm. Kemi fatin e mirë të rallë që I kemi sonte në spektaklin tuaj, në spektaklin ton, këtu në Odeon, në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur, zonja Zotri do të vijë në vazhdim. Një zotri që është pedagog, është skenograf, mbi të gjitha është piktor, është artist. Zonja Zotri për ju, për ne, për të gjithë, Arif Lushi. Mirë se erdhe profesor. Mirë se gjeta dhe faleminderit. Mirë. Ku do të qëndrosh gruat? Në të? Majt? Kratë. Në t'jesh krahu I djathtë më pas. E ke mbajt në të djathtën gjithmonë? Ajo është diva edhe familjes,
edhe e publikut, edhe e muzikës, është më shumë se sa këngëtare, sidomos në të raporte që jemi ne. Artiste e madhe, absolutisht. Ne unizojmë sepse e meriton. Dhe dikush që është këtu, është dhe ai vetë artist, po pati fatin e mirë të rrallë që ta mbaj në duar, për vitet të tëra. Shumë vite? Oho, 42 vjetë. Aq i bie, 40 vite jetë. Me të. Tashi, se jemi në fillim akoma e kemi lënë Folet ti- artin të na pres, po e ke marrë shumë herë në duar kështu në jetë? Ai është arti, ka emrin arti, është tashmë një personalitet i letrave shqipe, letrave të letërsisë shqipe, po ai është sebeti kryesor që në ndodhëm në Prishtinë këto ditë. A se bepi kryesor? Ai promovoi librin e tij të katërt, për 2 kanë në prozë, kanë në titër shpirtëprodhues, ndërsa 2 të fundit i ka nga Shtëpia Buzuku. Proz e poezi, Dardha pik në ndardh, djali i babait, djali i nënës, djali i shpirtit, djali i poezi, zonja zotri, vjen në vazhdim, Arti Lushi. Hajde, Arti, më qërë. Unë të mirë se erdhët. Mirë se gjetëm ne. Ka të tjerë artist në familjen tuaj? Ajo vajza jonë është juriste, po ajo na menaxhon, ajo na ulni, kur fluturojmë, ajo na ulni top. Edhe ju mban drejt. Ajo, që mos shkisni në aspektin juridik, jeni në rregull. Duhet dikush. Juridikisht edhe në kuptimin e familjes na mban brenda i pentagrami të artit. Nëse arti merret me fjalën, që unë mendoj që është në një dhunti e spontane, po e pasur ngjizur. Nëse Artigja merret me tingullin, me vokalin, nëse unë merret me dritën, ngjyrën, ajo na bashkon në atë pentagram që quhet shpirt, se nuk ka vepër arti po s'pat shpirt, po s'pat dritë edhe ngjyrë, edhe tingull. Por njëkohësisht na bashkoi edhe piktura, edhe kënga, edhe poezia, jemi bashkë këtu. Në sheshin e Fjalës së Mirë e këngës së bukur Odeon. Unë këtë spektakël për 15 vite me radhë kam emërtuar, në realitet kumbara i këtij emri është Ilir Shaqiri, që e do. Dhe kur unë po kërkoja një emër për spektaklin tim, që e mendoja jetë gjatë, që për fat mirë jemi deri më sot, më tha, po pse se quan Odeon? Ti goxha shumë edhe na filozofon, që nga filozofia antike, këndeje, kështu me radhë, dhe ky Odeoni është absolutisht fjala shqipe, pellazgo iliro shqiptare, që sinonimizon teatrin. Kudo në përbot ka teatro. Në Odeon flasin të mençurit, të diturit, artistet, ata që kanë çfarë për të dhënë, e për të thënë, dhe dëgjojnë të tjerët. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Mirë se gjetëm. Librazhdjan, Tiranas, shqiptar. Unë jam Safi. Safi. Si e përmende atë fjalën që na hyn, është bërë, nuk mund të shpëtojmë dot çdo trashëgimie, si do të jetë është pjesë e jetës nga Librazhdi. Nga Librazhdi. Aty ku bashkohet Rapuni me Shkumbinin, i bie Shqipëria, ndahet kjo pjesa toskërisht edhe gegërisht. Mirë po, Artigja i bie të jetë në toskë, unë jam geg, po 10 Matalumit këndonin me Iso, në krahun tjetër unë jam rritur majmend në shtëpinë me Telisa, e kishin në Xhak Çiftelin. Me Çifteli? Ndërsa Artigja përballë, fshatin përballë. Intono, di ti biesh? Unë nuk di ti bie. Ajo. Unë e majmend që po i çfarë, vogël. veç bëje ca tinguj sa për ta mashtruar këtë? Po sa pak. E di se ka qenë më shumë, kjo më kam thirrur si siren me timbrin e saj, vokalin, edhe ka thënë ka ngjyrën e saj, e kam kapur kur isha thjesht sa kisha mbaruar atëherë studimet e mesme, ishte një vit stazh, edhe ishte të rinj. Si ndodhi vërtet? Ishe duke pikturu, kaloj një femër shumë e bukur, rastësisht apo si ndodhi? Duke se është merit e kësaj, unë hapa një ekspozit me punët e fondit të liceut, që kisha atëherë, isha një ekselencë, në vendin e time ishe viti stazhit, hapa një ekspozit. Se dia kur shikoj një vajzë që kisha ardhur shikon të punët edhe kishe ndjeja që ishe shenja që më tërhoqi,
Po jemi të requr një kohësisht në fakt, ta pranojmë cilëtësisht, ose Hatigja unë plasë më shumë. Ky djaloshi bukuroshi, sa po kthyer nga Tirana, nga kryeqyteti, Naim, që ishte- pikturon e kështu me radhë. Po edhe kjo ishte një vajzë me rela e Unë e mrekullueshme. quaj ditën më të bekuar që në qytetin e Libatit hapesh një ekspozit me punët e Arifit të liceut, të mrekullueshme me luginën e Shkumbirit, me pejsazhe, edhe goca Dajsi më thot, Tigje do të shkojmë se një shoku im i klasës ka hapur një ekspozit. Edhe unë i pash të gjithë Naim, rreth e rreth pikturat Mahnita. I thash, po ku i ke shokun mi? Ja, tha shoku te dera. Edhe ndiva ti Naim se që në atë moment a ishte shoku im. E ndiva atë energjin që ma thonë nga larg, e ndiva se ky do t'jetë ajo forca ime, do të mbështetja, do t'jetë dashuria, Të do rrjedh. t'jetë arti im. Mendova shumë gjëra njëkohësisht pa pasur të drejtë, por që gjatë kohës ato erdhën dhe u bën të vërtetë. Sa zgjati deri te ajo Nuk fjala gjati e shumë, parë? ja një muaj bëra unë një koncert, erdhi ky tha o qa timbri, ky po më bënte komplimenta unë, edhe duke Pastaj shëtit ndodhi. aty nga Pallati i Kulturës, më përcjell një herë të gjyshja mua, edhe aty mbajmë një trëndafil, u përqafuam fort edhe nuk u ndam. Edhe nuk u ndat më. Aty ka marrë putjen e erën. Për ka turp, ta thot. Jo, nuk kam turp Ka fare. turp akoma. Jo, nuk kam turp. Goca e Jo. ardhur nga ana tjetër e Si luzmit. nga Mos e goca e ngacmo. Kokrevës, Mos e ngacmo të lutem. Jo, po, Na futen në nostalgji rinisë. Pastaj para djalit. pra djali shoku, djali e shoku i maj ngusht Naim. E ke shok? Po, nuk e kam djalë, por e kam shoku. Tani të rrimë në shu, themi, ajo pjekuria tia, a kur e lexoj në letërsinë sidomos, më duket sikur është më autoritari ose më udhëheqësi jon, na duket ne përvoja e jon, sikur mbartet në një dimension tjetër dhe sikur shumë fishohet, si që janë këto amplifikimet, ndodh ke kjo. Edhe unë në rrije mendoj edhe më është një kontakt, por që e përbën atë shprehjen, ne me humor e themi, arti është pjesë e jonë që ka pasur emrin arti 2 vjet përpara pa u lindur. Arif Tigje, dy nga gërma nga Arif Tigje, arti. Që duke e vënë këtë, kjo ishte studente, pas e vazhdoi këtë dashuri. Kjo dhe doli Kjo si ishte produkt studente e arti, arteve Arif për Tigje. kanto. Kjo ishte projekcioni i Akademisë së Arteve për të bërë soliste e operës e baletit. Mirë po atëherë ishte sistemi, unë isha i vit përpara në shkollë, u emrova në vendlindje normalisht edhe simas letrave kishin bërë celebrimin, më thirrën ato në akademi profesorët e Ramis Kovaçi e tjerë, por se mor tha u nxituat për letrat, sepse tash Hatigjen që mezi e kanë bërtur për në opera, tha se zëj rrallë, pak ishte me të sopranot që ishin të atë kualiteti. Ju tha do ikni atje, tha pastaj sistemi ishte komunizmi, partia e qytetit. Ajo kohë ishte Naim. Po e bukura është sepse edhe juve edhe për plot artist, ati Librazhdi që vërtet është i bukur, e ka lumin, e ka dy lumej që takohen aty dhe po që ishte një qytet simpatik, po i vogël e i pa ndërtuar dhe po i dhat dritë ju artistët. Më falni që e thëmë kështu, po kjo ishte realiteti. E kisha kënduar këngën Librazhdin ti, mosa fort, që në klasën e dytë fillore vetë. Dhe ne i ndryshonim. Ashtu si ndryshonim diçka ju, se ku ishte partia ne zguxonim i thonë këtu, ku ishte Shqipnia zguxonim i thonë këtu, po ja bonim ja malësia, ja po diçka të ngjashme dhe si fëmijë e këndova këtë këngë. Edhe pastaj gjithmonë edhe sot kur vine për qytetet shqiptare, të gjitha këngët që lidhen me qytetin përkatës, unë sa po hyj në Kuks, filloj me këndu këngët e Kuksit. Kaloj ka Librazhdin tim, e kështu me Elbasanin, e kështu me radhë. Po filloj me juve, profesor, kam dëshirë t'ju thëmë profesor, nuk ju pengon kjo gjë? Si të kesh ti dëshirë, tuaj? Jeni fare i lirë, edhe mjeshtër, edhe artist, edhe Arif, mua përqenë. Si të duash? Ky pozicioni juaj për artin, për piktorin e arshëm, absolutisht, cili ishte emocioni, apo shtysa që ju drejtojnë atë rrugë? Që atëherë si fëmi? Apo kishe pun talenti? Një dhënë ti mund t'ishe rrinde brenda, çdo gjë të vjen natyrshëm e pa sforcuar. Madje me naivitetin më të madh kur isha në një kurs fillore, që quhet kjo, në vizatimi, nuk e dija se kisha vizatuar aq bukur atë detyrën, e kisha bërë pis me këtë lapsin kështu, edhe
aty mësova gjithë madhe për më vonë. Ai profesori dashamirës e entuziast, po tha e ke bërë pisa njëse, ke bërë pisa, dhe me mos e... Unë një kika, po erdi koha që do konkuroja për lice, më thirën ose njëte, vazhdoja vizatimet unë spontan, edhe shkoj në lice, konkurojmë atje dhe me naivitetin e moshës, që të ishe shofur një detyrë, më dukse let atëherë, e the, ua, po kjo që ka shumë e thjeshtë. Ai profesori majti mend dhe interesant, i bëri pushtypje, edhe majmen shumë të Klanthin Nasto, ka qenë pedagog, e pikturova, e vizatova, ishe vizatimi, dhe vetëm kur erdhi përgjigja që je në liceun artistik, dhe po e them me krenari arti në kopertinën e librit, ka vendosur një piktur të rifi. Vete kërkoj, dhe dua një piktur. Ky është akuareli i parë në fillesa 16 vjeçar, 15 vjeçar e kam bërë, çuditërisht më merrdi çuditë, ma kërkoj këtë. E ke këtë imazh, e kërkoj, e kisha postuar diku edhe e vuri në këtë kopertinë. Është një akuarel, një fragment i një mbasditeje. Çuditërisht për t'u përgjigjur fjalës tënde është unë nuk e dija se isha unë. Vetvetja. Akoma. Jo, tashmë unë e di kush jam. Nuk kam komplekse, nuk është pjesë e tipit delirium. Zakonisht njerëzit artistët e kanë këtë entuziazëm. Vetë eksperienca e jetës më ka bërë ta kuptoj se kush më thret e kush jam, po përpiqem që gjithmonë ta shpërndaj këtë dhe më ka lehtësuar të qenit të dritë e lumturisë. Është më e mirë se sa ajo modestia e sforcuar, është hipokrizi. Por këtë shpërndaj se kam miq dashamirës, edhe këtë po e përdor. Miq dashamirës dhe piktorë shumë të mirënjohur në Prishtinë, që për fat në liri unë i vazhdoj kontaktet në gjithë hapësirën shqiptare, në simpoziume, workshope, koloni, edhe më ka ardhur jashtëzakonisht mirë ajo përbashkimi i perceptimit atyre duke më vlerësuar si një artist me zët veçantë. Tash si artist, fillimisht me lice, më pas edhe me akademia. Po normalisht. Edhe me marrë një çmim kombëtar atëherë në komunizëm ishte gjë e madhe, sa marrova Akademinë e Arteve, një çmim shumë të fortë, po, mbi nivel e profesorësh, por më kanë ndihmuar po profesorët mirëfillt, dhe më takon rasti ta përmend sepse duhet të ndeshu këto mentalitetet. Vërtet mora një çmim të jashtëzakonshëm atëherë, ose kohë mbi nivel e profesorësh, që them kështu, dhe kur në vinin me një tribun, kur boshe promovimi, e kam thënë diku në intervistë pata sikletin, dhe ishte në krah, ishte Kadaren, atëherë njifeshe, ishte me njën, ishte i ri e ti, a i më shpengoj për një herë, tha, mos ki gajle, tha se një tezë që unë vonë e kam zbuluar, vonë, që pjesa dërmuese e njerëzve nuk e perceptojnë që është piktura. Atëherë mora si e tha ky s'po e kuptoja, po me lejen e tia, kur kam pikturuar 3 muaj përpara se ndashe nga jeta live, jo pikturë kështu që bëjnë nga fotografitë, por një perceptim e rregulloi Henry Qili i Uetit, një takim me Kadaren, ai pozoi dhe kam fatin që t'jem paktën në 3 emrat me Vision Kelicën, se në fund dilën mentorin tim ose ish drejtori i Galerisë Arte dhe pedagogun ton, që ka fatin dhe ai kur ka qenë student ka pikturuar Kadaren live, edhe janë në muzeun e Kadares tashmë. Po e fola këtë që unë kam provuar shumë shpejt suksesin, po kam pasur edhe profesor të mirëfillt që më kanë kapur në atë kohë. Që ishin? Jo, Naxhi Bakalli, po e them me emër, dhe pse në fund dilën dhe thanë, lush, ne të njohim kush je. Kjo është propagandë, ti pikturon më bukur. Dhe vjen se në fund dilën librash në studio, shikon, ishte drejtori galerie, shikonte pikturat që i quanin këta thjesht pagjë, këto janë arti pikturës. Dhe mësonin literaturë, normalisht. Ajo më bëri që të shkëputem skemës. Po në intuitën time, unë pa dashje, i pas kam thënë njëri, sot është personalitet i kombit, ose i pas kam thënë, e ndjeja që nuk isha i kënaqur, i kam thënë, pavarësisht nga çmimi, lere dhe kam thënë një shprehje pak a shumë që përkon me Lazgush Poradecin. Një ashtu kërkuar, një ashtu e vera. Pa afër kishim, patjetër që Librazhdi Poradeci. Ai frymëzonte mua, frymëzonte sepse dëgjoja shumë për atë nënheshtjen e tij që e bën. E kam ditë prej kohësh atë sentencën që përtej Drinit është Shqipëria, që ka thënë Lazgushi kur i ka bërtitur dikujt, i ka thënë Drini që ndan Shqipërinë, ka thënë njëri si e ndan Drini, ai ka thënë tutkum, tha, Shqipëria është
kjo hapësirë e madhe që është reale. Në spektaklet e tilla kur ka dhe publik, unë zakonisht pres emrat e profesorëve që na i the, po dhe çmimin që e morë, kishte një emër sepse nuk e dim, opinionin ynë? Seri. Çmimi kombëtar si quhej? Çmimi i parë mbi portreti i Shartarit, çmimi i parë i vitit 84, ishin akoma pa e pas marimit akademisë. Dhe ta më vonë janë për ashtu modestin, çmimet e mia i ka marrë nga larg, edhe një personalitet përsëris, pa përmend emrin. Ka më të pyet edhe për çmimet, o Arif. Jo. Po ti na i the të amor burr. Moj tigje. Po çfarë ti bën? Të thash tigje edhe përderisa e kisha. Tigje më thuaj, s'më Seri shpjegaj. çmimesh janë ato, po i marrë në dekada për të qenë, si thon, i freskët, po me një formë tjetër artistike. Po e përjashtoj atë që thash para modesti. Kjo është një avart ndërkombëtar, me juri krejtësisht ndërkombëtare, dhe po e them, ne jemi pak skematik përgjithësi. Bota ka qenë prapë më e hashtur, ai nuk dinte origjinën nga vjen nga librazhi dhe çfarë ishte, po një miku dashamirë si im tha interesant o lushta. Çmimet e tuaja tha gjithmonë tha çmimet merren kështu me opinionet, vetëm ti tha i merr me vepër dhe nga larg. Mu sigurisht më erdhi mirë dhe pa njohje. Kjo ka bërë atë që të rrëzohet në njëra teza që sado shfaqen ekselencat, e ka thënë Schopenhauer, duke por e ka blerë si mendim. Gjithë mediokriteti mblidhet dhe komploton kundra. Është një tip kjo, prandaj po e lidh me shprehjet e përpashme, titujt, honore, sa johen gjithë njerëzit, po kanë një qëllim, angjove, sepse duan t'i thonë talentit që është bio, që është real, që edhe ne jemi për njerëzit. Në fakt çdo gjë është bekim. Nuk është merit as e artisti që është kështu, duhet bekim nga lart. Bekim nga Zoti. Kjo është modestia ime. Nëse jam unë, ka dash dikush, doj madhe, them, do Zoti, hajtë miropafshim, për qeni gjithmonë një fëmijë i qetë me, edhe qenë paqe me çdo gjë, se na vret lavdia ose egoizmi. Më mirë kështu, natyrshëm. Pastaj, çfarë punoje në librazh? Edhe si pedagog, edhe si skenograf, edhe si piktor? Ishte një piktor dhe ishim të suportuar nga i regjim në një mënyrë, sepse kishe interesin, ishim kuadrët e parë. Bile aty u bën kundërshtarët me ata sepse s'po e leonin Hatixhen të vinte në opera, se kërkonin, kishe dashamirës që e dinin kush jam, edhe më donin me më ndihmuar për karriera, për të qenë më i pranishëm në rolin e një pedagog në akademi, po ishte koha e vështirë. Profesor i nderuar, sa ndikoi skenografia, pastaj në formsimin tënd pedagog lëku, në formsimin tuaj artistik? Me kredon që ne jemi mbledhur. Se krijuesit kanë muzën, e kuptoj, është e thatë edhe vetë është bekim, por ka diçka që gjatë rrugësimit të formson, a? Patjetër. Një ndër mrekullit, ma thoshte profesor Xenofondila, është Lugina që e përmendet i shkumbinit. Ai kishte mbaruar studimet jashtë shtetit që kishte pa botën, e i thoshte vinte këto që bëhen simpoziume koloni, bënte librazh, i pëlqente natyra. Edhe piktoroni natyrën, kostume popullore, po ishte shumë entuziast. Ne thonin ky çfarë mrekullie ka librazhi? Ishte të rinj. Ai tha, shiko, ktheni kënd, tha, tjetër ritme e formë, ktheni tjetër gjë. Shikon këto mrekulli kostumesh popullore të ndryshme që janë format të artit modern, tha, i ngjen, tha, në gjizjet. Këto ndikuan që unë mos shoh më përtej asaj që kishte mësuar, ishte një inspirim për të parë atë që është thelbi në art, me risin, produktin e ri, të më gjeneronte nga jeta. Prandaj them, nuk ka art, po se edhe vepra ime më abstrakte e ka ngjizjen nga jeta. Ju edhe jeni njohur për peizazhet shqiptare. Sigurisht, ai region bëri ndikimin ajo bukuri e vendit, atë dheut. E vetëm me diferencë më shkurtër, që bie më shkurt është kjo. Unë peizazhet e bukur, por nuk bëj pamjen, i ky më në thellësi. U them edhe gjithëve për të larguar, shmangni pak të panoramizmin. Fund fare bëni artin, pamjen, bëni pikturën. Se pamjen është çik kështu konkurruese me shumë gjinie zhanre tjera, ndërsa arti është shenja jote. Në vitet e para e ishit në kuadër të realizmit socialist. Psoi ndryshime, puna juaj, emocioni, qëndrimi, veprimi në botën artistike? Do ta them me dy fjalë, pikërisht këtë, sapo kapa suksesin, dhe që dukshme, dhe ishte me një vepër që ishte metodë realizm socialist, më lindi ideja dhe përvoja më vonë është që talentet e reja duhet ta kapin shpejt suksesin, që në kuptimin ta braktisin
që mos bjen gratë këtë suksesit të bëjnë artin si duan të tjerit. Këtë unë e ka manifestuar thjesht deri në 86 shumë shpejt, 2 vjet më pas u kritikova sepse unë merresha mbledhet partisat kolektivitetit. Po, bëshin analizat lidhjes shkrimtar. A u bën bashkë ato? Bëshin analiza, jo produktivitet. Dikush i çuar kishte thonë Arif Lushi ka braktisur temën e madhe, merret me gërgje, me brinja, me piktura, me xixa. Agolli e dëgjoj, të themi të vërtetën, drejtori Agolli. Edhe tha, po kush është ky mo, tha, ky që nga Rilindas, tha, ka dashuri më të madhe se tema për dheun, që duhet ta themi. Ajo është tema më e madhe, tha, i suprimon gjitha temat, se ishe tema e madhe që është tema për partinë. Dërsa më këtë rast unë e quaj edhe një mentor që i mbrojti talentet në këtë rast, Agolli, tha, ai është një talent, tha, po xhelozojnë, tha, dhe për fat të shpëtova kështu se dhe për të rehabilituar veten në kuptimin e mos kisha kritika, u detyrova bëja edhe i piktur, por ajo ishte prap me rrezik sepse ashtu kujtonte. Por më shumë jam mirënjohës njerëzve me dritë që dinin të ndanin shapin nga sheqeri, themin, nga intrigën, nga arti. Edhe është fakt. Fati mirë që njohë edhe Hatixhen e kishe një emocion më shumë, një emocion shtesë, një emocion... Me 2 fjalë do them, për 2 gjëra. Te krimtaria flas. Kam thënë krimtari, po. Kur më tha dikush si e përcakton Hatixha, unë them një shokut vetë që i bëni dikush e shoqja i bëni vretje, kështu. Unë i thash, çfarë thua, më thash, lerë më shokun tim, thash në piturë si doj, thash gruas atij. Ajo gruaja ime thashun 2 penela vendosun, ja bën, vetëm me entuziazëm. Kjo e bën me qef, po e bën këtë. Dhe ajo tjetra që ka shumë rëndësi për të gjithë është muzë dhe frymëzuese. Një student më pyeti dikush. Muzë dhe frymëzuese. Më pyeti për nudo, kisha bërë një seri nudosh, ai u tuba, tha, ishte në televizor, tha, profesor, tha, jo, ja thash atij moderatorit, e di, tha, gruaja jote, tha, që piktura nudo, po çfarë flet më, thash. Kjo ishte në teatrin e operës atëherë, dhe i thot një nga këto ish studentët në Gjermani që kishte punuar, tha, unë, tha, për të gjerë të ardhura plus, tha, pozoja, tha, në shkollën e artit atje në nudo. Hatixha i fut krahut se ti që nga ta më për Arifin, edhe mos sjell aty shtëpi, ja ku ke modeli dhe doli seria nudove. Kjo është Hatixha dhe me inspiruese edhe frymëzuese, edhe vetë si model është pikturuar, në fjalë kjo jeta. Edhe vajzën edhe artin që i detyrohen për një gjë, mentoria ti dhe fjalpaku, të lutem, mu mos u merr më merru me artin edhe duat jeni të modest. Moj Hatixhe Shamikuqe. Me shekuj, nuk dihet kush është autori i kësaj këngë. U rikthye edhe në botën e hip-hopit, e trapit e kështu, edhe kështu me radhë. Ku janë Hatixhet ndjenë sikur po ju këndohet atyre? Shpjegohet naim sa shumë këngë janë për Hatixhen. Për Hatixhen. Po si fëmijë e kishe pedigre? Po baba më thoshte, baba gjithmonë më thoshte, moj Hatixhe Shamikuqe. A të thoshte? Po nuk e kuptoja pse ma thonte atë. Moj Hatixhe Shamikuqe, moj Hatixhe Shamikuqe. 6 vjeçare fillove të këndosh. Dole në skenë. Po naim. E kishe pedigre nga familja, apo? Po, e kisha nga familja, se në familjen time ishte si një fest, çdo natë naim. Mblidheshim, dikush këndonte, dikush kërcente, dikush punonte, gratë kërcenin në një grup. Kemi qenë një familje shumë e gëzuar dhe shumë e lidhur njëri me tjetrin. Edhe fati ime deshte që nëna ime gjithmonë ajo kujdeseshe për zërin, për këngët, mi tregonte, mi bënte balada, këngë. Edhe mendoj se ajo erdhi si rezultat i gjithë dashurisë familjes. Edhe kënga e parë ka qenë në një arë, në një lëndin, 6 vjeçë kam qenë. Trëndelino, moj trëndeline, nja 2 vajza, morë veç porrine. Trëndelino, moj trëndeline. Kjo ishte. A vazhdon të ti me jesini sorkade? Po më pas, në shkollën 8 vjeçare, mësuesja i kuptoi që unë kisha zë, që këndoja bukur edhe në gjitha koncertet, mund zirin para, edhe kam qenë ndrojtur, nuk jam të kjo Hatixha që jam tani, se tash në këtë moshë shimo nuk kam asnjë lloj kompleksi, dhe sa atje kam qenë Hatixha ndrojtur, por gjërat i bëja shumë bukur dhe shumë mirë. Edhe fillova të këndoja, mbarova shkollën e muzikës në Elbasan. Në Elbasan. Po, me një mësuese muzike Eleonora Menaj e shkëlqyer që edhe për veshjen time, kur bëja koncert,
ajo Kujdesej. me rrobat e veta. Kështu që në shtratin e Isuf Mëzyrit, në këngët e bukura aty, në valizaket, në romancat, në koncertet që bëni me shkollën dhe me orkestrën simfonike, unë arrita të piqem si zë, në fund pastaj konkurova për kanto. Arifi ka fituar një vit para meje Institut Artet e Bukura, unë një vit më pas, atje ishe me Gjoni Athanas gjithmonë punonte, profesori me zërin, po pa ma prishur ngjyrën. Tash ishi 2 student në Tirana? Po, ishim 2 student, ishim 2 të dashuruar, nga pak u zum njëherë, pak Rifi? Jo, po ishe ti përsëri që s'lije do të i gjelozoj pak. Rifin e donin aktore, se ishim bashkë me aktorët, ishim bashkë me... Ashtu që pa fakulteti jo isha afër me të dramës, vajzat. Unë gjithmonë, jo e gjelozoja, por nga që adhuroja pa funda Rifin... Edhe frigohesha edhe që po ta marrin. Frigohesha, të babam që shë thonë, ti që e dua ta marrësh burrin si nga profesioni jote dhe nga ana jote. Unë i thash, pëse mos me ngju fjalët e babës, edhe pëse mos me dash këtë njeri që... Po ky kishte ngritur vethullën ky, sikur hecte, sikur ja jam adhuruar i këtu. Po ishte shumë i bukur, naim, a i disa i bukur ishte. Ishe? Po flas për atë kohë, po tash akoma më i bukur për mua. Isha dhe je. Për gja ja po atëherë naim ishte shumë i bukur edhe... Sa humor që ka. Nuk ma lështëngoj, nuk ma lëshoj dorën. Të kishin pikasur për në opera dhe në... Po, më kishin pikasur zëri bukur, edhe me një... Shkaku i këti? Edhe shkaku këti se i bëm se ato pasaportizimet, vajtan librasht, ati me dashurin më të madhe, mësuse muzike... Qajnë ato pasaportizimet? Spjegoja u shqiptarve në Kosovë se nuk e kuptojnë. Se ju kaloshit nga një shtet në një shtet tjetër, apo qishte ajo që? Ashtu ishte, në kohën që bënim ato celebrimat, pasaportat... Centralizuar gjithë shka, emrimi, punësimi, ushqimi, ishe kështu sistemi... Po, pasaportizimi do më thonë, nëse vendosesh se në librasht të punoj edhe tani aty. Maroj, plus ti mund të shkojë në vizitë Tiranë, po jo për gjë tjetër. Shanse nuk ishe, se thoshte ai i librashtit, kjo është kuadro im dhe do të rije këtu, bashkë me burrin tim. Edhe mbas një përpjekje të madhe konkurova në 87-ën për Carmenin, e fitova me kryetar komision Nikola Zoraqin, mi po pra partia nuk më la, u ktheva atje, erdhi Naim Gjoshi që erdhi nga Elbasani, fillova pasaj me këngën popullore, nuk ju ndava, fillova të bëj përpjekjet për në ansambël dhe arrita me shumë vështirësi. Por tashi, ajo ëndra për opera dhe balet mbeti, e tashi ushqeje dëshiren për barëm ansamblin e këngëve dhe vallëve, ansamblin gjigant, që gjithë shqiptarët e kanë dashur, e duan edhe sigurisht do ta duan sa të ekzistojë. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që kam qenë pjesë ansamblit, sepse aty janë gjithë xhevahire. Sa vite u bën aty? Gati 20 vjet. Gati 20 vite. Edhe i kam kënduar të gjitha llojet e këngëve, por tek baladat e tek këngët e vajit më shkonte më shumë zëri dhe ato kam bërë Ajkuna Qanomerin një mrekulli. Kjo modeste, po Ajkunja Qanomerin është në arritjet më të larta të ansamblit. Për një lloj zëri i vajit shqiptar, me thënë. E zgjodhe vet? E zgjodha Naim sepse mezzosopranët gjithmonë janë ato zëmbyllur, ato zë të ngrohtat, ato janë më të ndjeshme në balladat, në ngjarjet që ndodhin. Kështu që më flenin ato. Kënga Brahim Keta i ri, realitet erdhi me juve. Ishte 83 mos gaboj, akoma si kisha mbaru studimet, kur më thresa Djalili, koreografi i Pallatit Kulturës, të kam zgjedh një ballad. Ku shkoj e dëgjoj, u mahnita, edhe tek tregimi ishte një sekretar e partisë, ç'është tha kjo, tha ti që ja këndon si burr. Ti shda i tha, ti mos u mërzit, tha ti e fituese dhe çmim laureat në festival, edhe ashtu ndodhi. Në një film e kam kënduar edhe ajo ngeli edhe ishte edhe është pasaporta ime muzikore. Ne kemi qenë bashkë në një emision dhe e kemi shpalos Hatigjen ton, Hatigje Lushin, atë zërin e bukur që e kemi ndjek të gjithë dhe që kemi kriju emocion të veçantë për këngë të veçanta që e keni kënduar. Shumë e vërtet. Dhe brenda këtij aty në projekteve, vazhdonin edhe projekte tjera si Arti. Patjetër, kjo është... Ky projekcion filloi në ditët më të bukura tuaja, apo? Po, në 85-ën ka ardhur Arti. Kur ka ardhur Arti,
Unë vërtet tash jam duke bërë një këngë bukur me Naimin që do ta lej surprizë. Naim Gjoshin. Po ai po ai po e orkestron edhe po e punon bukur. Po vërtet ishte dimër dhe borë kur ka arti, po mua zoti më hapi krejt dielli në botë. Me bukurinë e vet, me dashurinë e vet, me mëmësinë që më bëri nën një herë. Nuk di çfarë them, krejt bota ishte e imja dhe është. Me artin. Po. Dhe Arif TJ. Arti. Dy anti, dy këte ju bërë. Fëmiu i dy artistëve. Arti, tamam artist. Arti, bukur është që të kemi. Faleminderit që erdhe në kuadrë familjes e zakonisht. Të një që kemi në vitojnë. Nuk tamam jo babi. Shumë e vërtet. Por sot nuk më tha as pak jo. Qëfar të shtyu drejt poezisë? Apo, sikur me valë që nuk i shohim, por sigurisht i ndjejmë, ndikoj puna e babajt, puna e mamas, dhe ti tash, se realitet poezi, po ta përkthejmë, është këngë. Por ju keni shkruar edhe prozë në realitet. Patjetër. I nderuar. Çfarë ju shtyu në këtë? Është thjesht, unë jam rritur në një familje artistësh edhe jam produkt dashurie. Kështu që do është e pashmangshme fryma dhe energjia që të jep arti. Pastaj leximet në shkollë, biblioteka që kam patur, libra që kam gjetur në shtëpi, po nuk ka qenë diçka serioze. Më vonë u artikulua dhe le të themi u poq si vokacion për të shkruar. Se në realitet u lindë edhe u rrite pranë këngës, pranë pikturës, pranë librave. Po, kjo është fakti pa mohueshëm. Po, si lindi kjo, si një lloj ta quaj rituali shpirtëror apo të shkruarit e poezisë? Dëshirë për të shprehur. Dëshirë për të shprehur. E ka. Se dikush me pikturë, dikush me këngë. Arti është i thjeshtë. Arti duhet jetë pak të një thjeshtë edhe. A mendon që poezia e ka ende fuqin e ndjeshmërinë shoqërore në një kohë kur fjala është bërë goxha shumë e pahonepsur, mjaftueshëm, sikur njerëzit kërkojnë zgjidhje të shpejta në çdo gjë, edhe në art, edhe në të shijuar, edhe në është një shprehje më duket e Theodor Adornos që thotë të shkruash poezi pas Auschwitzit, pas masakrave që kanë ndodhur në luftën e dytë botërore është barbare. Unë mendoj se duhen shkruar poezi pikërisht se ka Auschwitz, pikërisht se ka fatkeqësi dhe padrejtësi shoqërore. Atina i ka dhënë se ka qenë nuk mendoj se ka qenë pranë, i kanë ndjer ato. Mund të ketë inflacion, mund të ketë shtrembërime, po jo, nuk e ka humbur ndjeshmërinë. A ke tema të caktuara apo ka tema që rikthehen në poezinë tënde? Absolutisht, unë jam i hapur për çdo lloj teme, edhe për një detaj të vogël, nëse më ngacmon jam gati ta bëj. Po dashuria e njeriu dhe çdo lloj përmase, çdo lloj lëndës estetike për bën subjekt. E keni një si ta quaj, producente ekzekutive që përveç shpirtit të madh artistik ka edhe një energji dhe kur po bisedoni me të që ta ke musafire, më tha se djali im shkruan, më vjeni natë që s'të kisha ndjek, po këto 2 ditë kam ndjek dhe do të ndjek gjithmonë. Shkënaqësia ime. Në krijimtarinë tënde, por më bëri përshtypje, pastaj u mundova të gjej diçka. Në një nga poezitë tua thuhet poezia është një lëvozhg are ku përmbyt Atlantida. Një metaforë shumë e fortë. Çfarë përfaqëson kjo për ty? Po më vjen mirë që e keni kapur këtë, është poezi, besoj, e shkruar para 10 vjetësh, po mendoj se çdo detaj i vogël mund të përfshijë gjithë botën, nëse ka ndjeshmëri, nëse ka art për hir të artit, edhe mund ta përfshijë. More art. Për të qenë sinqert, unë nuk e di si jam ndier apo çka ka menduar në atë kohë. Tani njeriu është po. Artistët lindin, e tha dhe babai, është bekim. Njeriu duhet parë edhe si bekim i Zotit, por ta trajtosh këtë në këtë formë e jashtëzakonshme. Më vjen mirë që të ka pëlqyer. Ti e përfshir edhe në diskutime, kështu u mendova me të ndjek, me të gjetë, të gjëra kulturore dhe sociale. Patjetër. A është kjo ndikim pastaj i shkencave politike që ke studiu? Edhe i tha vetes, më mirë në këto tema se në këto temat bajate politike të përditshme. Jo, duhet bërë një sqarim që formimi im është për shkenca politike dhe komunikim.
Dhe komunikim. Po, dhe komunikim, shkenca komunikimi, marrëdhënie me publikun. Pa, atëherë ja pas ke bërë me hile kësaj të parës. Edhe jo, sepse është vokacion. Mendoj se diti ndaj gjërat edhe jam i plotësuar në Arti, a rrugtimin. ka ndonjë poet shqiptar apo i huaj që ka sjell ndikim tek krijimtaria jote, që ka shtruar një lloj ndikimi? Patjetër, duhet ta shmang grackën e emrave, po Borges, Selin, Kafka, Camus, Dostojevski, Dante Alighieri, patjetër, Goethe duhet janë njerëz që kanë lënë një gjurmë të fuqishme në edukimin tim. Të huaj, po shqiptar? Ka patjetër, ka darem patjetër që është. Ishe për shoqërueshje mua e kemi. Troja që unë Që do unë të nuk duhet pushtoja, pushtoja, ti ishe është- për mua e pakuptueshme, më dhe e pakuptueshme se Patjetër. mbi shkrimet etruske. Etruske. Të doli gjë kjo, e pakuptueshme jo. Mori vesh, E ha? ndjeshme. Ja, këtë është. Më vjen mirë që e përmende sepse është ndër poezitë më të bukura të zotit Kadares. Është Po. vërtet. Po. Troja që do Unë- të pushtoja. Troja që unë doja ta pushtoja. Po. Shumë e bukur. Më bën përshtypje një familje artistësh në shumë e veçantë. Po goxha e vështirë, ndoshta në momente për ne që jemi jashtë, ta kuptojmë si përballohet kjo. Artistët kërkojnë qetësi, momente qetësie. Mu më duket si shumë zhurmë në shtëpinë tuaj. Shiko, unë e përmenda në fillim, nëse kishit mendjen kur thash është një pentagram për atë vajzën tonë, bien, që na mbane. E gjitë quajnë atë. Unë them nuk ka art, po s'pa dritë, po s'pa ngjyrë, po s'pa poezi, fusha ime. Edhe filozofia është vetë është jeta. Edhe aty e gjej argumentin më të mirë. Artistët janë filozofë, nësa filozofi, sepse janë u del për produkti. Filozofi bën filozofi sepse nuk bën dotar, sepse është filozof, edhe thot. Ky gërshetim që bëm ne, po ta dëgjosh në të tre këto alternime tona, kanë atë që thua ti, që e the vetë, a bëhet zhurmë, kësë zhurmë, kjo është ajo simfonia e jetës, nuk është thjesht ke ne, kjo ndodh kudo, ku ka dashuri, ku ka shpirt. Janë tri forma arti, tri segmente arti, që në formë duken të largëta, po në shpirt janë shumë të afërta. Dhe si duket, ju jeni shembulli më i mirë që kjo funksionon. Harmonizohen. Harmonizohen. Që duhet një poezi që e hapa ke libri artit, është libri poezi e re, dhe thash, ua, po më duk shumë e thjesht, edhe thash, si ka mundësi që ky ka që të zhurshme, i ka të thella. Filozofike. Sa dikush më ka thënë, duhet ku lexon arti, tha duhet të mbyllësh ato perde, tha, edhe të rish me librin. Ajo poezia që më bëri përshtypje, po e them vetë me të fjalën, që ka lidhje me dashurinë. Dashurojmë, duket, dhe dështojmë. Kur dashurojmë, dështojmë. Dhe pastaj lejojmë të tjerit të na dashurojnë. Në vjellësh, jeta ka një dimension, kjo është e thjesht, më duk mua, thash, wow, si ka pësuri arti, ka bëj poezi kështu, por është njëkohësisht te i lëndësore për atë filozofin që përcollën. E thjesht me shumë përmbajtje. Dashuria është nocion i madh. Nuk është thjesht në nocionet që i lidhin njerëzit, i bëjnë kështu sikur atraksioni midis një djali dhe një vajze, apo dashuria është nocion i gjerë dhe të gjithë njerëzit kanë nevojë për fjalën e mirë, për art, për muzikë, për gëzime, për entuziazëm, por sigurisht këto vlera i kanë udhëhequr gjithmonë dhe ndaj unë uroj gjithmonë se dritë e gëzimit dhe lumturisë përpara do na shpjerë. Përpara do na shpjerë. Andov ndonjëherë, ndonjë poezi e artit të frymëzoj zonin Hatixhe për një këngë, apo ndonjë pikturë babait të frymëzoj një temë poezie artin. E ka bërë. E keni bërë? Po, patjetër. Arti ti thon, ti pikturon, ai rri edhe heshtë, thotë se i ka të pikturuar atë poezinë. Jo, baba im. Ndërsa kur ligjëroja se më dalin në sentencat që më vinë vetë ti, unë them, ore, profesor më drejtove parti, po unë e përjashtoj këtë termin e profesorve, them, shiko këtu, do ishe, për mua pjekurin tashi, do ishe mjerane për mua, si kur them, ati Picassos, ti thonin, tha, doktor profesor Picasso, ishe SB, Arkriusi duhet këtë emrin e vetë, kredon e vetë që suprimon titujt. Që në nëshkruan? Që në nëshkruan me emrin e vetë. Që shkruhet këndoj? Ajo suprimon do tituj. Që në nëshkruan në poezi? Arif Lushi, Arti Lushi, dhe Zoja Mama Hatixhe Lushi. Si një është më kritik për ju? Kështë është filtri i parë kështu, kur
krijoni diçka. Mendoj Arifi, është Po jo vetëm kritizer, kritik, jo por- kritizer, kështu. Shumë bukur e ke thënë. Negativ. Sepse duhet Jo, ta dallojmë. jo, Po, është e po. vërtetë. Që nga viti 90, që isha shumë i ri në realitet, edhe tani nuk jam i vjetër, por Shqyr që si. por më ka vrarë kjo sikur ka fillu të keq kuptohet fjala kritik, kritik e mirëfill dhe kritizer. Dy nocionet Sa po janë të ke tilla. bërë kritik artistike, të kanë marrë natë. Tani e hape vure vërtet. një cel sol, hape kjo pentagrami. Padrejësia, e thash Aristoteli, padrejësia më e madhe është kur gjërat e pa barabarta ti trajtojmë si të barabarta. Mu ka tronditur kjo për të kuptuar, fut edhe në fushën e artit, e njëjta gjë ndodh. Ose më duket Mark Twain e pas ka thënë diku për kritikën, që mos dalim ke kritizeri. Kritika tha nuk është ajo tha që vetëm çdo gjë del edhe lavdrohe, jo tha se e vret tha. Edhe thoshte një shembull, del sirena e mrekullueshme nga deti, po jo çdo foka që del nga deti është e bukur si sirena. Si sirena. Prandaj duhet gjithmonë një dritë hyjnore dhe unë i quajt bekuar të gjithë ata njerëz që dinë në çdo rrethan të hedhin sytë të projeksojnë ekselencat. Në këtë rast kam një njohje për Abdullah Zenelin, drejtuesin ose Do ta shefin e përshëndesim, do ta Buzukut, falenderojmë edhe pak. që është kemi kaluar të librat. një ekselencë kombëtare këtu, nuk i ndaj ekselencë e Kosovës apo e Maqedonisë ose e Maqedoniut apo e Shqipërisë, ekselencë kombëtare në qëmtimin dhe në nxjerrjen pa të vlerave kombëtare. Kur flitet për njerëz të kësaj kategorie, të këtij niveli nga skena, veç e përqafojmë edhe japim duar trokitja Abdullah Zenelit, edhe shqiptonis ti Buzukut që tani ka bërë emër të madh. Shkojmë me pak marketing dhe Po, rikthehemi. patjetër.